Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Mos i shkruaj më shoqeve të mia. Xheneta paralajmëron Gjestin. Xheneta Fetahu ka reaguar publikisht ndaj Gjestit pas zhvillimeve të fundit që lidhen me Loredana Bratin. Sipas modeles nga Kosova, mes Gjestit dhe Loredanës mund të ketë diçka më shumë, donse deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar. Situata është tensionuar edhe më tej pasi janë përfolur për disa mesazhe të cilat dyshohet se kanë ndikuar në prishjen e raportit mes Xhenetës dhe Loredanës, me të cilën ajo kishte një marrëdhënie shumë të afërt. E ftuar së fundmi në një emision, Xheneta nuk i kurseu fjalët, duke i dërguar një paralajmërim të drejtpërdrejtë Gjestit. Kohën që ja kushton duke u shkruar shoqeve të mia, më mirë të fokusohet te vajzat e tjera. Nuk është e nevojshme t'i shkruaj pikërisht atyre me të cilat unë shoqërohem, sepse unë i shoh të gjitha dhe i kam screenshotet. Kujtojmë se Xheneta dhe Gjesti kanë dhënë fund raportit të tyre që gjatë qëndrimit në Big. Megjithatë, dinamika mes tyre vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes dhe diskutimeve në publik. Nga ana tjetër, nuk ka pasur asnjë reagim nga Gjesti apo nga vetë Loredana për këtë çështje, e cila ka marrë vëmendje të madhe në rrjet.